ndryshime të mëdha dhe plot të reja nga familja e Gjestit. Ndërsa motra e tij, Blerina, i ka dhënë fund beçarisë duke u fejuar, vetë Gjesti po përgatit një rikthim të fuqishëm në muzikë dhe jo me një, por me 5 këngë të reja. Lajmi për fejesën e Blerinës ka surprizuar fansat në rrjetet sociale. Prej një kohe të gjatë ajo kishte zgjedhur të qëndronte larg vëmendjes publike dhe rrjeteve sociale, duke kërkuar më shumë qetësi në jetën personale. Megjithatë, Blerina së fundmi ndau momente të veçanta nga një etapë e re e jetës së saj. Fejesa u zbulua pasi fansat e Gjestit i dërguan një buqet me lule dhe një letër urimi, gjë që konfirmoi lajmet që po qarkullonin prej ditësh. Edhe pse tashmë nuk e fsheh më unazën në dorë, Blerina ka zgjedhur të mbajë partnerin larg syrit të publikut, pa dhënë detaje për identitetin e tij. Ndërkohë, në anën tjetër të familjes, vëmendja është kthyer te Gjesti, i cili duket gati për një rikthim të madh në skenën muzikore. Një postim enigmatik nga studioja muzikore, ku ai shfaqej i etiketuar me DJ Gimbo dhe labelin Fre 60, ndezi menjëherë rrjetin dhe shtoi dyshimet për një projekt të ri. Tashmë gjithçka është konfirmuar. Gjesti rikthehet me një EP të re të titulluar Sir, që publikohet më 8 maj dhe përmban plot 5 këngë të reja, Fuqishëm, Meme, Harro, Parfum dhe Zero. Projekti ka tërhequr menjëherë vëmendjen për stilin ndryshe dhe vizualet e guximshme. Në imazhe promovuese, Gjesti dhe DJ Gimbo shfaqen të veshur me xhubleta dhe elemente tradicionale të kombinuara me stil modern, duke krijuar një identitet unik artistik. Përmes një mesazhi për fansat, Gjesti e cilësoi këtë projekt si një nga më të rëndësishmit e karrierës së tij, duke e konsideruar si një dhuratë për të gjithë ata që e kanë mbështetur gjatë mungesës së tij nga muzika. Kështu, familja e Gjestit po jeton një periudhë të mbushur me emocione dhe ndryshime të mëdha, nga një fejes që solli lumturi në familje, deri te rikthimi muzikor që fansat e kanë pritur prej kohësh.